Dashur që ja ku takojmë bashkë në emisioni Këndi i Diskutimit, sot do të flasim për familjen, që konsiderohet si burimi më i rëndësishëm emocional për individin. Do të kuptojmë pse është e rëndësishme dhe a ka ndryshuar ky rol i familjes në këtë kontekst. Flasim me psikologun Yll Avdiaj. Si vjen nderuar. Faleminderit shumë për ftesën bëja. Sa është e rëndësishme familja në këtë kontekst? Kur flasim për aspektin emocional dhe sigurinë emocionale? Fillimisht, rëndësinë e familjes do thotë e nënkuptojmë, sepse është, si më thonë, institucioni për i cilit mas pari na vim në këtë botë, ose dalim këtë jetë. E dyta, familja është një institucion social, për shembull, ku një farë mënyre i garantohet ose pritet t'i garantohet mirëqenia çdo pasardhës i cili vjen prej asaj gjeneze, do thotë të rritjes, të përkujdesjes, zhvillimit, qoftë në aspektin material, po edhe në aspektin psikologjik edhe emocional. Normalisht që gjithmonë një fëmijë i cili lindë në një familje, gjëja e parë për shembull që ai fëmijë ka nevojë është kontakti, me pas kontakt fizik me prindërit e tij, me familjarët e tij, sepse ajo është mënyra që ai fillimisht ka me njoft botën. Pastaj do thotë mbas kësaj etape lind nevoja për zhvillimin emocional. Pra po flasim për etapat hershme të fëmijërisë, ku fëmia zhvillohet emocionalisht. Dhe normalisht që përkrahja, përkujdesi, mbështetja, dashuria, për shembull që i ofrohet fëmijës, normalisht që ato kanë me i dhanë në një farë mënyre një zhvillim shumë të mirëfillt këtij fëmije. Në të kundërtën, për shembull, nëse nuk japen këto, atëherë normalisht që ky fëmijë do të mësoj ndryshime në zhvillimin e tij. Pra, kur themi ndryshime, gjithmonë nënkuptojmë për ato ndryshimet negative në personalitetin e fëmijës, në gjendjen emocionale të mëvonshme ndoshta që do të përballet. Dhe pas kësaj etapës së zhvillimit emocional, pastaj është zhvillimi kognitiv ose njohës, ku fëmia fillon me njoft, për shembull, me kuptu më shumë. Dhe normalisht që këto modelet e para gjithmonë kanë qenë prindrit, duke filluar prej nanës, babës, pastaj edhe rrethit më gjon me të cilët fëmia jeton. Pra, krahas që i ofrohet siguri, ai njëkohësisht fillon edhe të kërkojë të kuptohet në familje, të pranohet në familje, apo jo? Po, sigurisht, janë tri gjëra, për shembull, tri komponenta që unë shpeshherë i përmend që janë ndërlidhura me njëra tjetrën, do thotë që fëmia kur vjen në këtë botë i ka më së të nevojshme. Pra e përmenda kontaktin fizik që është i patjetër. Sepse për një momenti kur delaj prej barkut nanës, do thotë për një ambienti, do thotë kur është i mbyllur që ka një farë lloj kontakti fizik dhe del në një hapësirë ku tash nuk ka kontakt fizik dhe është i domosdoshëm kontakti fizik. Mirë po, kur flasim për aspektin emocional, mendoj që siguria, besimi dhe dashuria janë tri shtylla të cilat fëmijës patjetër i duhen gjatë këtij procesi të zhvillimit. Kur themi siguria, për shembull, kjo ndërlidhet me atë kontaktin fizik që ne përmendëm. Pra, në zakonisht në jetën e përditshme kur fëmia friksohet ose shqetësohet se ka pa një ëndër të keq ose diçka, ne nësitojmë mos u tut, mos u frikso, mos u bë, do thotë kjo nuk ndikon. Është teori për të. Po, është teori, është e pakapshme për të. Për të është, do thotë, më e pranueshme ose më shumë i jap ndjenjen e sigurisë, i jap përqafimi, afrimi, do thotë trup me trup, se sa fjalat që na. Përveç se jep siguri, jep emocion. Pra, emocion, sepse siguria ka të bëjë, e prekat dimenzion. Kështu që, do thotë, kur na japim siguri tek fëmia, atëherë normalisht që fëmia, kur ndihet i sigurt me neve, si prindër, ose me prindin, fëmia ndihet i sigurt, atëherë normalisht që aty ka me fillu edhe me pas edhe besim me prindin. Pra, njëkohësisht, fillon me u zhvillu edhe që ky aspekti i besimit, pra fëmia fillon me besu prindin dhe me mbështet tek ai, dhe kur plotësohet siguria dhe besimi, atëherë normalisht që niset edhe dashuria, pra qoftë ndihet i dashur prej prindërve, qoftë edhe i don prindërit. Dhe shoqëria jonë është e njohur për të lidhjen emocionale mes njerëzve që kanë afërsinë jo vetëm brenda familjes, por edhe më gjerë, në familje të gjerë, në farefisë kështu me radhë. Por a mendoni se sot familja konkretisht kosovare
është po aq e afërt emocionalisht, pra në ndërtimin e individit, në ndërtimin e këtij individi emocional? Shikon, njerëzimi ose njerëzit ose njeriu më konkretisht si individ, prirja natyrshme është drejt poleve ekstreme. Tash një individ, dy individ do thotë bëhet një grup ose një shoqëri. Tash nëse flasim për kohët e mëhershme, ky kontakti emocional ka qenë shumë më i distancuar. Për shembull, i vetmi person që është kujdes për fëmijën më së shumti do thotë ka qenë nona. Raporti me baballarët zakonisht ka qenë shumë i distancuar, sepse ka qenë ndoshta turp me afru fëmijën, me përqa fëmijën ose me gjithmonë dash me marrë një farë lloj autoriteti, edhe kështu që si më thon, mes fëmijës edhe prindit ka ekzistuar një farë lloj distance. Ndërsa tash mendoj se po kalojmë në polin ose në skajin tjetër. Ekstrem sërish? Ekstrem sërish. Do thotë prap, do thotë po kemi tendencën me u atashu shumë emocionalisht me fëmijën deri në atë pikë sa që kontrolli po është shumë i madh, frika po është shumë i madh, ankthi, shqetësimi po është shumë i madh për rritjen e një fëmije. Që ndikon pastaj në vetbesimin e tij. Vetbesimin, shiko, fëmia gjatë rritjes gjithmonë e pasqyron prindin. Pra, edhe në aspektin neurologjik, për shembull, ekzistojnë neuronët pasqyrë, do thotë ku ne ato që shohim ose për shembull ose të fëmijët, të foshnjët, të sapo lindura për shembull, ku fillojnë me pas kontakt përballje me to në çato muajt e parë, do thotë nëse na qeshim edhe ai qesh, nëse na ngryshim edhe ai, po ato lëvizje mimika që i bëjmë ne i bën edhe fëmia. Kështu që fëmijët modelojnë. Edhe mimika tona, po dhe gjendje tona emocionale. Tash imagjino për shembull nëse prindi për shembull është në stres vazhdimisht, nëse prindi shfaq ankth vazhdimisht, nëse prindi shfaq gjendje depresive vazhdimisht, atëherë normalisht që këtë model, si më thon, ka me përthith edhe fëmia në një farë mënyrë, sepse ajo është, si më thon, sikur një sfungjer i cili vazhdimisht absorbon çka do që i servohet. Pa kontrolluar, pa filtruar. Kështu që, domethënë, edhe gjendjet emocionale, për shembull, që prindrit i përjetojnë shpeshherë tek fëmijët, dinë me u manifestu ose dinë me u absorbu. Pra, nëse bëjmë krahasime, shohim në të kaluarën ka pasur një ekstrem dhe tani kemi një ekstrem tjetër. Tani po jemi më emocionale edhe në prindrit, jo vetëm fëmijët. Shiko, një ditë lexova një shkrim prej autorit huaj dhe tha që për shembull gjenerata millennials, që llogariten diku prej vitit 89, nëse nuk jam gabim deri në vitin 96, thotë janë gjenerata e cila i ka përjetuar gjitha. Do thotë, edhe elementet asaj kohë, edhe kësaj moderne, do thotë, ku janë gjenerata e cila nuk e kanë përjetuar shumë qatë atashimin me prindrit dhe janë gjenerata që më shumë të i kushtojnë rëndësi për mirësimit që ty në raport. Pra si me thonë është ajo ura lidhse e një ndryshimi, një tranzit, do thotë një gjeneratë tranzitore e cila po e bën një farë ndryshimi shumë të madh në shoqëri. Kështu që e pashti një farë gjenerate e cila duhet të sakrifikohet që generatat e reja do thotë të jenë më të ofruar ose diçka të tillë. Mirë, po nuk e dim se këto generatat e reja se çka do të sjellin në vazhdim, kjo mbetet më u pa. Edhe në anën tjetër, këto generatat e reja, kur po i përmendim, nënkuptojmë të rritura me rrjete sociale, me teknologji zhvilluar e kështu me radhë. Janë këto indikatorët të cilët ndikojnë në disbalancin emocional brenda familjes? Shiko, po, është e vërtet, sepse përveç këtij atashimit të skajshëm emocional që unë e përmenda, për shembull, i kemi edhe momentet ose situatat e neglizhencës totale, pra thash ekstreme, tash nëse flasim edhe për këtë polin ekstrem, do thotë të atashimit edhe këtu i kemi ekstremet. E kemi, si më thonë, atashimin shumë të ashpër ose të vrazhd, ose një farë mënyrë distancim total.
Ose Dhe kur ndodhin kjo? Ka periudha caktuara, për shembull nëse fëmia në veçli gëzon shumë dashuri nga prindrit, pastaj në moshën më të rritur neglizhohet dhe pastaj bëhen rrjetet sociale ata cilët i ofrojnë themi kështu emocione më shumë? Po, nëse po e kuptoj drejt pyetjen. Ekstremi fillon më vonë pastaj. Ekstremi fillon më vonë, do thotë, gjithmonë ne jemi qenie njerëzore dhe ne kemi disa nevoja të cilat, si më thonë, na kushtëzojnë mbi jetesën tonë në këtë jetë. Një ndër to do thotë është edhe aspekti emocional. Pra, kur ne nuk ndihemi të përmbushur emocionalisht, atëherë ne gjithmonë kemi me qenë në kërkim të përmbushjes, pavarësisht ku dhe çka dhe me kë. Kështu që pra, boshllëku do të mbushet. Boshllëku duhet të mbushet. Si me çka pastaj mbetet me u pa. Sa do të jetë ajo mbushja material, po e them në thojza mbushjes, a do të jetë i mirë, i shëndetshëm për personin, individin, apo do të jetë shumë i dëmshëm. Pra, diçka do të zë vend aty. Diçka do të zë vend. Dhe po, rrjetet sociale për shembull sot e potentojnë në një farë mënyrë me përmbush këtë lloj boshllëku, ose që nën kupton pastaj mungesë të komunikimi mes anëtarëve të familjes. Komunikimit me anëtarët të familjes, por si më thon, nuk mundemi me pa edhe çaq pastër këtë pjesën se për shembull më thon, nëse ka me pas komunikim mirëfilli, për shembull, se mbështetje familjare, mirëkuptim emocional e tjera prej familjes, atëherë normalisht që fëmijët nuk kanë me pas ndikime prej rrjeteve sociale. Jo, këto nuk mundemi me thonë, sepse rrjetet sociale janë bërë diçka aktuale. Do thotë në të gjitha poret e jetës tonë kanë ndërhyrë, do thotë është bërë pjesë e përditshmërisë tonë. Mirë po, sa kontribojmë në atë dimension, për shembull, se çka kërkojmë, se në çka përfshihemi, se çka shkruajmë, çka komentojmë, atëherë kjo, ose me kënd për shembull lidhemi në këto rrjete sociale, me çfarë shoqërish, me çfarë grupesh, atëherë këto japin me kuptu shumë për gjendjet tona ose për nevojat tona emocionale që na i kemi. Por fëmijët në këtë rast dhe të rriturit po ashtu janë më të shprehur rreth rrjeteve sociale dhe normalisht ajo kohë që i dedikohet teknologjisë, pastaj është e kundërta e kohës për familjen, pra që mund t'i kushtohet familjes. Këtu isha duke potencu këtë pjesën ekstreme të një ekstremi tjetër që thash të atashimit dhe, si më thonë, asaj neglizhencës për një moment caktuar, do të shpikërisht kur i gjejmë për shembull prindër që shpeshherë do të futen nëpër smartphone të tyre ose në punët e tyre që kanë të bëjnë me këtë aspektin virtual, do thotë dhe fëmijët totalisht neglizhohen sikur nuk janë aty. Pra, kjo është një sinjal për këta fëmijë që çfarë ndodh kur mungon komunikimin në këtë rast? Familje për shkak të këtyre arsyeve. Shiko, në aspektin profesional ne flasim edhe për neglizhencën emocionale. Neglizhenca emocionale nuk është gjithmonë e qëllimshme kur ne e bëjmë. Për shembull, ne nuk e marrim si prind një mision që unë po duam të neglizhoj fëmin tam. Më herët të përmendet se në të kaluarën ka qenë botë kuptim. Nëna tjetër më e lidhur me fëmijët, babai ka pas funksione tjera. Po, sepse përpara për shembull kanë thonë është marrë me për çfarë fëmin. Marrë është ti me bë asi sjellje dashurie për shembull ndaj fëmijës. Pra se ndërsa tani nuk po flasim për botë kuptim, po flasim për një orientim, apo mund të themi kështu? Po, një orientim... Mungesë përqëndrimi ndaj prioriteteve. Një shpërqëndrim, pra i cili po ndodh ose po na e merr qatë kohën të cilin ne ndoshta i dash me ja dediku jo vetëm fëmijës, por edhe bashkëshortet njëri tjetrit, ose edhe familjarëve të tjerë. Pra, këtë pjesë në një farë mënyrë sikur e kanë zaventsu smartphone, do thotë sepse rrjetet sociale janë bota të ndryshme, postime të ndryshme, ekspozimi ndaj lajmeve, ekspozimi ndaj si më thon, videove të ndryshme, informacioneve ndryshme të cilat shpeshherë din me i preka topikat tona dopta ose din me i me marrat vëmendjen tonë dhe normalisht me zhvendos prej ambientit familjar. Isha duke thonë për shembull për neglizhencën emocionale. Neglizhenca emocionale për shembull nuk është një mision të cilin e merr prindja dhe thotë sot kam e neglizhu fëmin tim. Mirë po vetë fakti për shembull që hyn në telefon dhe fillon me scroll në TikTok ose dikun, kohë pa kohë, do thotë, dhe fëmia është aty duke lozë, do thotë, mjafton kjo. Për shembull fëmia e ka një kërkesë ndaj teje, kërkon buk, ujë, kërkon mja dhënë një lodër, kërkon me lujtë ose diçka, dhe ti thu prit pak, s'kam kohë, do thotë, kjo është një farë lloj
neglizhencët që ne shpesher nuk e shohim si diçka të madhe, mirë po për fëmijën është dëmtimi drejt për fëmijën? Është dëmtimi drejt për drejt, sepse tregon mos interesim për fëmijën dhe pastaj fëmija, do thotë prej kësaj qasjes prindërore fillon me kriju botkuptime për imazhin e vetë. Dhe jemi në një periudhë kur janë edhe pushimet verore. Pra, po largojmë pak nga tema, por një detaj këtu. Nëse kemi një lloj qasje të tillë edhe gjatë pushimeve, është ende më e dëmshme, derisa të gjithë anëtarët presin që gjatë pushimeve të bëhen bashkë dhe të komunikojnë më shumë mes vete. Këto raporte, pra këto pushime, nëse kalohen në rrjetet sociale, në telefone kështu me radhë, do dëmtohet edhe më shumë, cili do antari i familjes kur nuk e ka mjaftueshëm atë përkrahjen emocionale? Unë thash që është bërë një trend i përgjithshëm ku gjithë secili prej nesh pak a shumë jemi infektuar me këtë fenomen. Mirë po, gjithmonë duhet me pas një qëllim. Çka është qëllimi që ne po mblidhemi në familje? Pra, është qëllimi që të mblidhemi në familje dhe secili të ekspozojmë telefona. Po, kush e ka telefonin më të mirë, ose pra, duhet të ketë qëllim edhe ndaja që ne e bëjmë. Ose dalim kafe me një mik, me një shok, me dikon të afërm. Pse të rrihet gjatë gjithë kohës në telefon, do thotë. Atëherë çka është arsyeja që ti ke dalë me atë person aty? Do thotë, për një pije dhe për me nejtë në telefon mundën secili me nejtë në shtëpinë e vet, mundën me hap një grup edhe me fol aty. Po nëse ti ke dalë në tavolinë dhe non-stop në telefon, është e kuptueshme që ti një herë merr telefonin sepse shkruan dikush tjetër, dikush është dakord. Po nëse ti hyn në rrjetet sociale dhe vazhdimisht domthon vetëm kuptimin takimi. Kuptimi i takimit, në këtë rast zotëri Avdiaj, nuk kemi problem me teknologjinë. Kemi problem me të kuptuarit drejt të gjërave. Absolutisht. Ajo është, si më thonë, një vegël me cilën ne kryjmë punë. Po. Është një sikur, nuk po di me marrë një shembull më banal, sikur thika me cilën ti mundesh me krysh. Pra, ofron mundësi. Funksione, po mundesh me krye edhe krime me ta. Po, pra. Kështu që edhe rrjetet sociale, edhe teknologjia, do thotë nuk është ajo djalli në vetvete, nëse më thonë kështu me një metaforë, por ajo çka na kërkojmë në to, ose ajo çka na japim në to, ajo është gjallëzorja në një farë mënyrë ose e keqja e kësaj nëse veç po dojmë me cilësuesit të tillë. Dhe kur flasim te roli i prindit tek fëmija në kontekstin emocional, si është tani? Fëmija po humb vëmendjen nga prindi? Unë e përmenda se prindrit sot janë më shumë duke i bërë këta update-at ose këtë rifreskimin ose si më thonë hulumtimin se si të bëhet një prindrim sa më i mirë. Sot për shembull librarit janë të bombarduara me libra të ndryshëm të shkruar psikologjik, këshilluese, pedagogjik, do thotë se si të jetë një prindrim më i mirë, se si ta trajtojmë foshnjën, se si të sillemi me fëmijët e kësaj grup moshe, se si të sillemi me adoleshentët e tjerë e tjerë. Pra kjo është një shenjë pozitive që këto në një farë mënyrë tregojnë një farë interesimi që po, ekziston interesim mes prindërve që ata me ndryshu një gjendje. Mirë po normalisht që duhet me thonë këtë vërtet se ndryshimet nuk bëhen vetëm duke lexu. Ndryshimet bëhen duke i praktiku. Sepse shpesh ne kur lexojmë e fitojmë një farë vetbesim ose si më thon një farë ndjenje sikur, okay, unë jam ndërgjegjësuar, unë e di tash atë, okay, dakord. Një javë zgjat kjo. Një javë zgjat kjo. Mas një javë kemi u kthy prapë me u bë çaj prindi impulsiv ose që reagon ose çaj neglizhenti total që ka qenë edhe më herët. Nëse që kjo nuk është e vazhdueshme, nëse praktika nuk është e vazhdueshme, pra nëse ne po dojmë me qenë një prind i mirë me fëmijën tonë, që me i ofru fëmijës tonë, që fëmija jonë emocionalisht me qenë sa më i shëndetshëm, atëherë duhet t'i kontribuojmë sot shumë më shumë. Por, ky kontribut, ose kjo praktik, nuk është e thjeshtë, nuk është e lehtë. Kërkon durim. Kërkon durim. Sepse disa herë, për shembull, shiko, fëmijët përderisa janë në zhvillim, sidomos fëmijët për shembull deri në moshën 6 vjeçare. Po flasim për 2,5 deri në moshën 6 vjeçare. Në aspektin psikologjik, kjo është periudha ku fëmija e zhvillon egon. Pra fëmija nuk lind me ego, fëmija e zhvillon egon. Pra që u thonë janë egocentrik. Unin e vetë, të thotë, me qenë dikushi në këtë jetë.
Pra, uni ose egoja është ajo që e lidh njeriu me këtë botë, me botën materiale, me këtë dimenzionin. Pra dëshirojnë që gjithçka të jetë e tyre. Dhe tash fëmia përderisa po e zhvillon ato, ai gjithçka do me marr për vete. Dhe ai nuk e ka halat zhvillum aspektin kognitiv ose arsyeën që na përmend. Pra fëmia nuk është qenie arsyeshme. Është qenie egoiste, nëse po dojmë të them kështu. Prandaj sado që ti i thu kjo nuk bën, ose i jap shpjegim, ai nuk kupton. Sepse ai thjesht e don ato që po e dëshiron, dhe këtu është. Dhe nëse ti nuk ja ofron ose nuk gjen mekanizma për me i thonë orientim kësaj që është ai ka me këmbgull, ka me boshurm, ka me thyr, ka me bërtit dhe gjitha, sepse këto janë reagimet e fëmijës. Dhe tash nëse ne si prindër të arsyeshëm, pra ne si të rritur që kemi ardhur në nivelin arsyes, jemi në gjendje me kuptu procesin e zhvillimit të fëmijës, sepse ai nuk është i vetëdijshëm ose nuk është në gjendje me kuptu siç kuptoj unë si jam i rritur, atëherë normalisht ne kemi me qenë më të mëshirshëm, edhe trajtesa jon ka me qenë shumë më e butë dhe më ofruese dhe më. Nëse e kuptojmë. Nëse e kuptojmë. Pra nëse vetëm i themi vetes se jemi qenë një arsyeshme, po nëse ne si të rritur do thotë nuk jemi të arsyeshëm, atëherë nuk dallojmë me këtë fëmijë. Vetëm trupi që është rrit, sepse nivelin emocional ose pikpamjen se si e shohim jetën atëherë nuk ndryshon. Familja normalisht që nuk përbëhet vetëm prej fëmijëve, por edhe prej triturve, prindërve kështu me radhë. Aty mund të ndodhin mospajtime, të quajmë konflikte kështu me radhë, të cilët duhet të kenë një trajtim. Sigurisht për këtë do të flasim në pjesën e dytë të Dashur Miq, ju ftojmë të na ndiqni pas pak. Jemi rikthyer Dashur Miq, po flasim me psikologun Yll Avdiaj lidhur me emocionet në familje dhe familja si burim i rëndësishëm emocionesh. I nderuar, pra paralajmërojmë se do të flasim tani për atë që ndodh natyrshëm në familje. Mund të ndodhin problemet, mospajtimet, konfliktet e kështu me radhë. Janë normale apo është diçka e jashtëzakonshme? Nëse flasim konfliktet mes fëmijëve apo antarëve të familjes, pa marrë parasysh. Shiko, gjithmonë familjen përveç atij dimensionit ideal që na përcjell gjithmonë në mënyrën se si e shohim një familje ideale, duhet ta shohim edhe familjen reale. Familja reale gjithmonë është ajo që i ka ato zënkat, britmat, do thotë, po që ndoshta jo të atij niveli sa që me arritën me sjellë dome shumë të mëdha. Pra kjo është realiteti që ndodh çdo kund. Keq kuptimet, mos kuptimet tjera. Nëse do me pa për një prizmë tjetër psikologjik, normalisht për shembull nëse në një familje ose dy prind kanë më shumë fëmijë, atëherë ajo i ka shpjegimet e veta pse ndodhin këto. Dhe si rezultati i proceseve të zhvillimit, për shembull secili fëmijë, për shembull çat periudhën e zhvillimit të egos që e përmenda më herët, dëshiron me qenë vetë më i rëndësishmi, dëshiron me qenë qendra e vëmendjes së prindërve, dashuria e prindërve e tjerë. Dhe normalisht kur vjen fëmia i dytë, atëherë shfaqet një dozë xhelozie se vëmendja tash është shfaqet tek i dyti, ose nëse vjen i treti tek i treti, edhe kështu domethënë kalon dhe kjo, si më thonë, në mënyrë të pavetëdijshme shpeshherë tek fëmijët din me i pas ato dozat e xhelozisë sepse është në pyetje ego. Të cilat nuk i shpreh në mënyrë të drejtë për drejtë, po në ndryshimet sjelljes. Në ndryshimet sjelljes, sepse shpeshherë duket sikur po i bëjmë pa drejtësi, sikur njërin po e favorizojnë më shumë ose tjetrin më pak, edhe pse thon të drejtën, se shpeshherë i shoh prindërit nëse edhe kur kanë paraqitje mediale, kanë njerëz që flasin për prindërimin e gjona, ato nuk i dalloj fëmijë, nuk i bëjnë, nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë sepse edhe prindërit ato ndodhen për rrethana po i dinë po dallimet, sepse shikoj fëmijët ndoshta kur janë të vegjël nuk kuptojnë shumë, po ata ndjejnë shumë. Dhe çat energjinë do të thotë afrimit qoftë me ty, qoftë me dikon tjetër e super ndjejnë. Kështu që nuk munden me i gënjy në këtë aspekt. Por prindi çka mundet me qenë është me qenë i kujdesshëm. Pra me qenë i kujdesshëm që me i pas parasysh për shembull se kur vjen një fëmijë i dytë e din mos me lën i madhi për shembull anash. Sepse ai ka më fillu me ndihmë inferior se më. Ai do të vazhdoj të ketë nevojat. Po.
Kështu që qoftë edhe kur vjen fëmija i tretë, si më thonë, tek fëmijët këto konflikte, këto xhelozi ndodhin natyrshëm, por ai që i kontribon që ato me u zmadhu ma shumë, ose me u hesht, ose si më thonë, me u zbut në një farë mënyrë, janë prindrit. Janë prindrit. Sidomos nona. Dhe kur ndodhin mosmarrëveshjet, si duhet zgjidhur, në çfarë forme? Cila është mënyra më e mirë? Në mënyrë që të ruajnë emocione, gjithmonë emocioni është kryetemë e kësaj bisede. Shiko, emocioni mendoj që duhet me qenë temë shumë herë, shumë shpesh, edhe në prizma edhe të ndryshme të trajtimit, sepse është e vetmja gjë që ne më duket shpeshere e mohojmë mos shumë ti. Vetëm emocion që na e pranojmë një jetë është gëzimi, me qenë të gëzuar. Të lumtur ose ku e diun si do si e quajmë. Po ne nuk pranojmë asnjëherë me qenë të hidhëruar. Ne nuk e pranojmë asnjëherë me qenë të zemëruar. Ne asnjëherë nuk e pranojmë me qenë të irrituar. Ne asnjëherë nuk e pranojmë me qenë të friksuar. Gjitha këto kur ne i përjetojmë tentojmë me i shtyp, me i ndrydh, që mos me i shfaq. Ose edhe nëse i shfaqim, reagojnë të tjerët dhe na Pse kështu? Mos i baj. Sepse pse mundohemi shpejt me mbyll derën e këtyre emocioneve që na duken negative? Mendoj që krijojmë nganjëherë botkuptime aq të vrashta për ne sa që ato ngurtësohen. Dhe domethënë këto botkuptime gjithmonë i sjell një person autoritet dhe i legjitimon. Nuk e di sa po jam i qartë, për shembull, nëse një person nuk ka mujt me përballu dhimbjen e vet, dhe është bë autoritet, ka thonë që dhimbjen kërkush nuk bën me shfaq. Nëse po muj me u shpreh këtë mënyrë. Dhe kur ajo bëhet rregull, ligj, zakon, pastaj është shumë duke transmetuar në gjenerata dhe në gjenerata. Mirë, po ne nuk duhet harrojmë se emocionet e kanë një funksion të ne. Nuk ekzistojnë rastësisht në veten tonë, në trupin tonë, në qenjen tonë. Kështu që ne duhet ta mësojmë ose ta dimë, ta kuptojmë funksionin e tyre. Sepse nëse neve na vdes dikush, jo rastësisht vjen pikëllimi dhe nuk vjen gëzimi. Nëse vjen gëzimi, është normale. Është e konsideroj jo normale, do thotë, po flasim për një situatë ku një person i dashur joni ka ndru jetë. Dhe ne po gëzohemi se ka ndru jetë, nuk ka sens. Kështu që nëse vjen pikëllimi e ka vendin aty. Dhe tash, ne i themi personit mos u pikëlla, mos u mërzet, mos u bën i ligë, mos u bën i dopt e tjerë, do thotë, kjo është mesazh ndrydhe, mbaje. Dhe pastaj do thotë këto emocione nuk shkojnë askund, vetëm kthehen ma brutale në shëndetin tonë, psikoemocional dhe në gjendjen tonë, qoftë edhe në personalitetin tonë. Kështu që duhet t'i japim shumë rëndësi emocione ose si i trajtojmë. Dhe kjo fillon qysh në fëmijëri. Po dalim tash tek pyetja. Qysh në fëmijëri? Fillimisht, mënyrën se si i trajtojnë emocionet prindrit. Është pasqyrim, modelim i fëmijës. E dyta, qysh prindi e trajton fëmijën gjatë një përjetimi emocional. Pra, a e lën çaj zemrimin me shfaq deri në fund, apo ti do thotë e merr ndeshkon edhe qysh është e famshme kështu trehi dhe s'lo me kajt. Kjo të pastaj bëhet problematike. Pra, është e nevojshme në situata mosmarrëveshjesh, në familje, bised, kujdes, respekt në komunikim, e kështu edhe zgjidhen problemet. Ideja nuk është për shembull se me blloku çat emocion, mos me lën, po vetëm me i dhon kohje. Po pra. Me dhon kohje. Po ajo, për shembull, gjithmonë kur një emocion del prej kontrollit, del prej binarëve, atëherë gjithmonë ka nevojë për një palë e cila e mbështet e kthen çat rrjedh prapë në shtrat. Dhe jo dhe dikon që ka dalë prej binarëve dhe bëhet një kaos aty. Kështu që kjo është ajo pika për shembull ku shpesh prindërit kishin mujt me i kontribuar ndoshta më shumë ose me qenë më të kujdesshëm me fëmijët e tyre. Sidomos nëse bëhet fjala për çet periudhën deri në moshën 6 vjeçare, sepse mbi moshën 6 vjeçare atëherë fillon etap tjetër ku fëmia fillon me kuptu dhe disiplina duhet më sem pak më. Dhe përmendëm një ndër faktorët që
po merret si shkaktar, po jo direkt, është teknologjia dhe rrjetet sociale që familjarët po largohen dhe po kanë më pak kujdes emocional mes njëri tjetrit. Në anën tjetër, po këta antarë të familjes gjatë gjithë ditës janë në lëvizje, janë në punë, janë në një dinamizëm të jetës. Dhe kjo sigurisht që pastaj shkakton atë që quhet siklet, stres në jetën e individit. Kretë kjo ndikon pastaj në humbjen e balancit emocional në familje? Gjithmonë. Gjithmonë, domthonë jeta dinamike, stresi, për shkak që na e përjetojmë dhe pamundësitë për mi menaxhu ato, normalisht ato gjithmonë kanë me afektu edhe familjarët tonë ose njerëzit me të cilët na jetojmë. Për shembull, imagjino nëse prindi, baba vjen i stresum ose i shqetësum prej punëve, biznesit, angazhimet që i ka dhe vjen në shtëpi dhe krejt shkarkon gjithë atë lodhje. Ato e shkarkon tek bashkëshortja pastaj ku tek fëmijët ose edhe prindi, baba tek fëmijët, do thotë, edhe nëse jo fizikisht, vetë që ajo natyra, që ajo energjia me cilën hyn ai brenda në shtëpi, ka me që rregullu qatë. Me i lënë jashtë të gjitha? Shiko, duhet të mundohem. Duhet me sakrifiku në këtë rast. Për shembull në psikologët e psikoterapistë, ne gjithmonë bëjmë thirrje për shembull se si me menaxhu njerëz stresin, më mësu se si me menaxhu stresin. Jo si me zhduk stresin, po si me menaxhu stresin, sepse stresi është një mekanizëm që ndodh prej një situate kaotike që ti je tu përballë me të dhe ajo pason me stres. Pra trupi reagon në atë mënyrë. Kështu që është normale, por me ditë si me menaxhu që ajo mos me degradu, ose mos me u barë tek të tjerët. Pra këtu është pojenta, se si ti stresin tënë mos me barë tek personat e tjerë. Dhe me i bo fajtor ose me i ndëshku për shkak të shqetësimeve që ti ki. Pra, flasim për menaxhim stresi. Dhe normalisht që ne nëse mësohemi me menaxhu me veten tonë, ne kemi me menaxhu shumë lehtë edhe me familjarët tonë. Që i bje pastaj rrjedhimisht nëse një prind menaxhon stresin e tij, i bje se ka kuptuar ndjenjat e fëmijëve. Patjetër se po. Shiko, po i respekton ato, po i ruan ato. Gjithmonë fillon me veten tonë. Nëse ne dim me trajtu veten tonë, dim me i trajtu edhe të tjerët. Nëse ne nuk dim me trajtu veten tonë, ne s'kemi me ditë me i trajtu as të tjerët. Ose nëse tentojmë me i trajtu të tjerët, pra flas me i trajtu mirë, kemi me arë në një pikën ku prap kemi me u zhgënju ose me u dëshfru. Sepse kemi lënë diçka prej vetes tonë. Pra veten nuk e kemi rregullu fillimisht që për me i dalë ndihmë dikujt tjetër. Tash dikush mund të më thujë vetë sakrificë, po edhe mendoj që edhe vetë sakrifica duhet me pas një kufi. Ekziston në shoqërinë tonë ajo thënie larg syve, larg zemrës. Dhe në këtë rast, antarët e familjes kur janë larg njëri tjetrit me javë, me muaj e kështu me radhë, apo njëri babai në këtë rast është në migrim për shkaqe financiare kështu me radhë dhe fëmijët, familja, bashkëshortja jetojnë në Kosovë. Migrimi në këtë rast ndikon në humbjen e emocioneve ndaj familjes, ndaj antarëve të familjes nga të dy anët? Sigurisht që po. Tash këtu mundet me pas edhe përjashtim rashtës gjithmonë, sepse tek dikush distanca ndoshta dashurinë, lidhjen, interesimin e zgjon më shumë, mirë, po mendoj që kjo është më e rrallë. Ajo që është më e zakonshme është ftohja e raporteve. Po sa më në distancë të jemi na me njerëzit, sa më në distancë ose sa më pak që shihemi me njerëzit, aq më shumë edhe raportet ftohen. Do thotë deri të vinë atë momentin sikur e njeh si figurë, po ki një histori me këtë person, po tash nuk ki energji tjetër me zhvillu bisedë ose me lidh raport me këtë person. Kështu që mendoj që distanca din me i ftohë raportet, din me i zbe interesimin, dashnin, përkujdesin e tjera. Pra, familja gjithmonë duhet të jetë vendi ku ndërtohemi edhe emocionalisht. E kuptojmë për shembull në kohët kur shqiptarët kanë jetuar dhe krizat të cilat i kemi pas para luftës, që për shembull prindrit janë detyruar dikush me dalë jashtë, me lënë familjen këtu, me punu për ata, me mbijetu, po do thotë rrethona këto tjera. Mirë, po sot për shembull mendoj se e njëjta gjë nuk arsyetohet. Nëse ti për shembull po e bën një martesë, po i bën fëmijët edhe do thotë prap tenton me jetu një jetë në distancë, atëherë mendoj kjo nuk i kontribon. Do thotë kjo që migrimi të jetë i përbashkët në këtë rast. I përbashkët.
i përbashkët. Por nuk mendoj që vendi jonë është në qatë gjendje, do thotë që dikush duhet patjetër me migru veç vetë, edhe me i lanë krejt familjarët këtu, mënyrë që për një jetesë më të mirë. Edhe ne gjithë po jetojmë këtu. Nuk është Kosova një vend ku nuk jetohet. Ndoshta nuk i ka kushtet sikur një vend tjetër evropian ose botën perëndimore, mirë po, është jetueshëm. Kështu që shpesh ne ndoshta kanjëherë kemi disa konflikte ose disa situata për cilët dëshirojmë me ikë prej tyne dhe kanjëherë këto dim me i kamuflu shumë mirë edhe me arsyetime shumë tjera. Mirë po kur vjen puna tek familja, na duhet ta mendojmë këtë punë shumë mirë. Ose po dalim pa e kapim jetën ose nuk po hymë me kriju familje. Ose të paktën e dim çka do të thonë familje për personin. Gjëja më e rëndësishme. Gjëja më e rëndësishme, po ajo gjëja e rëndësishme don kontribut. Don si më thon, afërsi, bisedë, respekt. Don me kultivu dhe jo vetëm me kriju dhe me lënë çaty, me funksionu vetë. Jo. Sepse gjithmonë mungesat e krejt këtyne prezencës përkrahjes, mbështetjes e tjera, pra nuk po flas vetëm financiare, po dhe emocionale, fizike, gjitha, normalisht që kanë me prodhu diçka. Qoftë fëmijët, qoftë partneri ose partnere, do thotë dhe masanej do thotë kemi patur vështirësi dhe kanë me qenë shumë vështirë të ndretshme. Për fund, e këshill shtesë. Mendoj që si ta ruajmë ekuilibrin emocional. Shiko, ekuilibri është diçka që ne duhet punojmë vazhdimisht për ta. Pra nuk është diçka që ne vendosim një herë dhe e kemi aty gjithmonë, po është diçka që na vazhdimisht tentojmë me punu me ta, me u ndërgjegjësu me ta, me i pa mangësitë tona, sepse sa herë takojmë një person të ri, na gjithmonë kemi me vrejt tek vetja jonë diçka tjetër, për shembull, një vështirësi ose një mangësi tonë që kemi, po ideja është jo me gjyku veten, por me tentu me përmirësu gjithmonë atë pjesë. Mirë për sa i përket fëmijëve, familjes, mendoj që sa më shumë t'i kontribuojmë këtij aspekti, sa më shumë ndërgjegjësohemi në këtë aspekt, aq më shumë mundemi me mbajt balancin. Sa më shumë abstenojmë ose nuk dojmë me ja ditë kësaj pjese, atëherë normalisht konfliktet edhe problemet kanë me qenë vazhdimisht prezente. Faleminderit shumë. Faleminderit gjithashtu. Dashur miq, kaq për sonte, faleminderit që na ndoqët, mirëmbëjtje.